Një tragjedi e rëndë ka goditur komunitetin shqiptar në Itali mbrëmjen e së mërkurës, ku 4 anëtar të një familjes nga Beqini kanë humbur jetën si pasojë asfiksisë nga monoksidi i karbonit brenda banesës së tyre në Porçari në zonën e Piana di Luca. Sipas autoriteteve italiane, ngjarja dyshohet të jetë shkaktuar nga një rrjedhje gazi më shumë gjasa për shkak të një defekti të kaldajave të sistemit të ngrohjes. Viktimat janë identifikuar si Artikola, 48 vjeç, dhe bashortja e tij Unida Kola, 43 vjeç, djali e Hajdar, 22 vjeç dhe vajza 15 vjeçare Jessica. Alarmin e ka dhënë vëllai i kryefamiljarit, i cili ishte shqetësuar pasi familjarët nuk po përgjigjeshin telefonave. Ai mbërriti në banesën trekaqe së bashku me karabinierët dhe pasi trokitën disa herë pa marrë përgjigje, vendosën të thyejnë derën për të hyrë brenda. Në momentin e hyrjes, ata përballen me një skenë dramatike, 4 trupa të pajetë të shtrirë në tokë dhe tryeza e darkës së shtruar, duke lënë të kuptojë se gjithçka kishte ndodhur papritur. Gjatë ndërhyrjes dhe veti afërmi i familjes u intoksikua nga monoksidi i karbonit dhe humbi ndjenjat, por u transportua me urgjencë në spital ku ndodhet në gjendje kritike. Pashtu disa efektiv të karabinierëve pësuan helmim të lehtë, por janë jashtë rrezikut për jetën. Në vendngjarje mbërritën menjëherë zjarr fiksi dhe autoritetet hetimore, të cilat kanë nisur verifikimet për të përcaktuar shkakun e saktë të rrjedhjes së gazit. Ekspertët do të kontrollojnë nëse kaldaja ishte instaluar sipas standardeve dhe nëse kishte nënshtruar kontrolleve teknike të detyrueshme. Banesa sipas mediave lokale ishte në pronësi të Artikolës, i cili e kishte bler rreth 3 vite më parë dhe e kishte restauruar pjesërisht vet. Ai punonte si piktor, ndërsa djali i tij 22 vjeçar si elektricist. Familja kishte nisur të jetonte aty vetëm kohët e fundit. Ngjarja ka tronditur jo vetëm komunitetin shqiptar, por edhe banorët e zonës. Kryetari i bashkisë së Porçarit, Leonardo Foranciari, shprehu keqardhje të thellë për humbjen e 4 jetëve dhe e cilësoi ngjarjen si një tragjedi që ka prekur mbar komunitetin. Hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethana, ndërsa autoritetet u bën thirrje qytetarëve të kontrollojnë rregullisht sistemet e ngrohjes për të shmangur ngjarje të ngjashme.